komandanti që do komandoj Komitetin e Shpëtimit Kombëtar dhe me dhunë, me luftë, do shpëtoj Shqipërinë për atij rreziku të imagjinuar. E shikoni deri ku shko puna. Dhe problemi për mua është, e thash në këtë gjumë që përmban urrëti, po problemi tjetër është se numri më i madh i intelektualëve heshtin. E durojnë heshtje atë gjumë, e lexojnë gazeta, e shikojnë televizione, e dëgjojnë në radion heshtje. Si është e mundshme? Kemi një inteligjencë të formuar, të dy gjinive. Kemi intelektual, kemi profesorë, arsimtarë, mësues, kemi intelektual të gjitha profesioneve, të gjitha fushave, të dijes, të kulturës, të politikës, të jetës shoqërore, e tjera. Heshtin. Si është e mundshme? Unë e bëj pyetjen si është e mundshme. Unë që e maj me ish Jugoslavinë, në republikat e ish Jugoslavisë, për dy çështje kanë qenë ndaj cilave s'kanë guxuar të reagojnë intelektualt, por çështjet e këtilla, domethënë, që për hapin urrëti kanë reaguar intelektualt, domethënë, s'kanë mbyll gojën. Dhe kjo ndodh, domethënë, reagimi intelektual, je intelektual qoftë edhe pse spajtohe me të padrejtën, se spajtohe me gënjeshtrën, ajo e para, kryesorja, dhe do reagosh. Çka është krim? Nuk është krim vetëm vrasja e njeriut. Krim është edhe vrasja e drejtës dhe të vërtetës. Se duke vrarë drejtën e të vërtetën, vritet shumë çka.